vitin e kalum, më duket i keni edhe fotografit, ka qenë në një organizim 3x3 Prishtina, edhe ku aty kom lujt mas një kohë shumë gjatë, në loj taman. Si është të kënë ndjenja e pauzës për një sportist? Shumë, ndjenja ka qenë e papërshkrueshme, sidomos kur edhe me lujt me disa prej basketbolistëve, edhe basketbolistëve tjerë, edhe me lujt kundër prindit tonë, babit. Ate kishe kundërshtar? Po, e kisha kundërshtar. Kështu që edhe sidomos ndjen ma speciale dhe ma e rëndësishme ka qenë me lujt para fëmijëve të mi, që me mpa ata një herë, mamin të lujt basketball. Bënin tifo për mamin apo për gjyshin? Për mamin. Edhe vajza dhe djali ishin ton kohë në angst që a ka me fitu mami, a gjyshi, përdoj me fitu mami, edhe kur fitum na, vajza tha, gjyshi po më vjen keq, sa mami ka fitu. Po, edhe për ta ka qenë ndjen shumë interesant, mo vajza edhe djali nuk më ishin qash shumë entuziastë dhe qash shumë gëzum mas lojës dhe sidomos që edhe mami fitoj, sa ka qenë disa dit me rend, e kanë veç për qatë lojë kanë folë. Kryetim familje. Po, ka qenë për disa dit. Gjyshi se bëritoj atë diskutimi që zgjati me disa? Gjyshi mirë. Edhe pse a i shumë shtiri i pranon humbjet, po këtë herë ke ma e letë. Tërëntin, qëka i thua një vajzë që veç sa ka fillu të mirat me basketbol në ditët e sotme? Cila është këshilla ma e artë një basketboliste e ka suksesshme? Këshilla ma e artë është asnjëherë mos me dhonë, mos me heq dorë, edhe tash është koha e shumë mundësive, edhe kushtet janë shumë atë mira, edhe gjdo gjë është shumë ma e letë se në periudën kur kemi qena. Edhe ne nuk kemi dorëzu asnjëherë. Që ata i kësha këshillu vajzave, mos me u dorëzu asnjëherë edhe me luftu për ata që ka dojnë me arritë njëtë. Edhe në basketbol. Unë shpresoj që të zashi është edhe këtë pjesë në betër të pushimit në Kosovë. Faleminderit. Gjithashtu edhe prej meje, ishte shumë kënaqësi, shumë një bisedë e relaksuse.